Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam 61 vjeç dhe e nxjerr bukën e gojës me zanatin e mjeshtrit e gurit. Është një zanat i vështirë, do fuqi dhe durim. Ndërtoj mure, shtroj oborre, bëj oxhaçe me gur të gdhendur e çfarë të kërkoj puna. Këtu në fshat me njohin të gjithë, dhe sa po i prishet dikujt, ndonjë mur mbajtës vinë e me gjejnë mua. Atë vit, pra vitin e kaluar, në fillim të kurrikut, me thiri një burr i fshatit e me kërkoj një punë. Ne e kishim shtëpinë pak më lart në Kodër, kur saj e kishte poshtë në anë të rrugës. Ai burri punonte në qytet në ndërmarrjen e pastrimit, kështu që çdo mëngjes ikte herët me autobus e kthehej pothuajse në mbrëmje. Muri i oborrit i kishte rënë që gjatë dimrit nga shirat e mëdha e tani donte ta ngrinte prap me gur. U morën vesh për çmimin dhe të nesërmen në mëngjes mora veglat e mia dhe nisa punën. Kur shkova tek shtëpia e tij, oborri ishte i qetë. Aty ishte vetëm gruaja e tij. Ajo është rreth 50 vjeçe. Unë e përshëndeta, i thash që më dërgoj burri i saj për murin, dhe shkova direkt në fund të oborrit. Zura vendin, bëra gati llaçin dhe fillova të zgjedh gurët. Ne zanat çenjt e kemi një rregull. Shtëpinë e tjetrit e kemi si tonën për nga respekti. Hym, bëj punën me kokën ulur dhe dal. Atë ditë ishte shumë nxehtë, një vap nga ato mbytëset e kurrikut. Po punoja i qetë, por nuk kaloi shumë dhe vura re që gruaja e komshiut nuk po rrinte rehat. Çdo gjysmore e hapte derën në shtëpis, dilte në obor, bënte një xhiro, kinse po rregullonte lulet apo po pastronte ndonjë gjë tek shkallet, me jepte një buzëqeshje dhe futej brenda. Në fillim nuk i kushtova rëndësi. Pastaj ajo doli me një gotë me ujë të ftohtë. U ofrua pak, ma la goten mbi një gur të madh aty pranë murit dhe më tha ta pija sepse ishte nxehtë. Unë e mora goten e mbasi ajo bëri 2 hapa larg, e piva ujin dhe e falenderova. Puna ime vazhdoi, por edhe daljet e saj tek unë vazhduan. Pas pak kohësh, doli me një gotë me lëng frutash. E vendosi sërish aty mbi gur. Me vonë doli dhe me solli edhe një pjatë me ëmbëlsirë. E sa herë që dilte, me fliste me një lloj afrimiteti dhe rrinte tek terasa e shtëpis. Ulej aty në hije dhe nuk mi hiqte syt. Kur të lodhesh, eja hym brenda në shtëpi, pushojmë pak e bëjmë ndonjë muhabet, më tha në një moment kur po merrja një tull. Jo, i thash, kam shumë punë dhe me duhet të punoj. Nuk bëhet shaka me këtë diell, dua ta mbyll sa më shpejt, i thoja unë. Kjo gjë vazhdoi për disa ditë më radhë. Burri në qytet, e kjo e vetme në shtëpi, e unë mes gureve dhe llaçit. Ajo nuk përtonte, dilte jashtë, ulej aty tek terasa, qeshte, me bënte pyetje të kota, vetëm sa për të me futur në muhabet. E kuptoja shumë mirë që ajo po me provokonte me ato sjellje. Mënyra se si me fliste dhe se si me drejtohej ishte shumë e qartë, por unë mbaja kokën ulur e nuk i jepja asnjë shkas.
punoja pa ndërprerje, vetëm që të mos kisha nevojë të krijoja afrimitet. E dita e fundit e punës më erdhi. Muri ishte pothuajse gati. Vapa ishte aq e madhe atë mesditë sa as mizat nuk pepetinin. Unë po rregulloja radhen e fundit të gureve, kur ajo doli nga shtëpia e erdhi drejt meje. Eja ha buk brenda, më tha. E kam shtruar tryezën. Jashtë është shumë nxehtë, do përvelohesh. Me thënë të drejtën, ishte vërtet nxehtë i padurueshëm. Thash me vete, po hy të ha 2 kafshat shpejt e shpejt, mbaroj edhe pak atë mur, e iki drejt e në shtëpi të pushoj. Lash mistrin, u lava shpejt e shpejt në çezmin e oborrit, duart dhe këmbët, e u nisa pas saj. Sa po hym në korridorin e shtëpisë, dëgjova një zhurmë. Ktheva kokën dhe e pash që kjo gruaja sapo kishte mbyllur derën e jashtme me çelës. "Çfarë bën?" I thash i habitur. Ajo hoqi dorën nga brava, kafshoi buzën dhe më tha: "E mbylla që të mos vi njeri e të shqetësoj teksa ti ha buk", më tha ajo. Sapo e tha këtë dhe pash veprimin e saj duke kafshuar buzën, e kuptova menjëherë qëllimin e vërtet që kishte pasur gjithë këto ditë, e unë nuk pata asnjë hezitim. Jo, i thash, lëre fare se do përfundoj murin tani shpejt e do të iki të ha në shtëpinë time. Hapa derën, dola menjëherë jashtë e u ktheva tek muri. Përfundova atë pak punë që kishte mbetur, pa kthyer kokën as majtas as djathtas, e pastaj mblodha veglat, pastrova vendin e ika në shtëpinë time. Mendova që e mbylla me aq. Një ditë mora dhe parat nga burri i saj, e mbylla si pazar. Por pas një muaji, kjo gruaja erdhi në shtëpinë time. Për habin time të madhe, ishte bërë shoqe me gruan time. E unë as nuk e dija se kishin kaq shumë miqësi. Jam i sigur që me përpara nuk kanë pasur kaq të folur. Ajo filloi të vinte shpesh, e ndërsa me përpara kishte ardhur ndoshta vetëm një herë në vit. Vinte, pinin kafe me gruan time, bënin bisedat e tyre të fshatit, qeshnin me të madhe e të tjera. Por shumë shpesh që ajo vinte, unë qelloja në shtëpi. Nuk dija as si se të reagoja. Ulesha te karrigja ime, dëgjoja gruan time që i fliste, kurse kjo gruaja tjetër, kjo shoqja e saj, me hidhte ca shikime të qarta. Një lloj si ato shikimet e ato diteve kur unë punoja tek shtëpia e saj. Më shihte pa asnjë lloj turpi, pavarësisht se gruaja ime ishte aty afër duke folur për punët e shtëpisë, unë e injoroja plotësisht. Shikoja televizor, hapja ndonjë bisedë sa për të thënë për Baçën apo bisedoja me gruan time dhe as si ja ktheja syt asaj. Por situata ishte mjaft e vështirë për t'u përtypur, por thosha me vete se do i kalonte. Kur një ditë, gruaja ime kishte dal nga shtëpia, ishte vonuar pak sepse kishte disa punë në qendër të fshatit, unë isha ketesish vetëm në shtëpi, kur dëgjova derën teksa trokiste. Dola e hapa dhe ishte ajo, shoqja e saj. Sapo e pash aty tek pragu, desha t'ja prisja rrugën me njëherë që të mos hynte. "Nuk e kam gruan në shtëpi", i thash asaj. "S'ka gjë, po hy", më tha ajo, me një qetësi, sikur shtëpia ishte e saj. Duke hyrë, më tha: "Ndoshta ajo nuk vonohet dhe vjen shpejt, po pres këtu."
Unë s'mund ta shtyja e ta hidhja jashtë si me dhunë. Miri thash, e lasht e kalonte. Unë mbylla derën, por sa po ajo hyri në korridor, pa bër as 2 hapa para, u kthye me një herë. Para se unë të kuptoja se çfarë po ndodhte, ajo u lëshua drejt meje e me hodhi krahet, duke me puthur me një vrull të madh. U habita nga reagimi i saj kaq i menjëhershëm. E shtyva pak me duar që ta largoja. Çfarë bëni, thash? Ajo me mbajti shtrënguar, pa bër asnjë hap pas. Mos bëj si i vështirë o burr, me tha ajo. Bolle mbajte veten gjithë këtë kohë. Dhe pa asnjë fjalë tjetër, u hodh e me puthi prap. Si pa dëshirën time, duart e mia e mbështollën dhe filluan ta lidhatonin. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.